Demokracia për këtë shkak është e vështirë. Është e vështirë për shkak se ti do ta luftosh korrupsionin me mjete ligjore, por me mjete ligjore, se për kollaj luftojnë komunizëm. Thoshin dy vetë gjyqërodhë, po shkatoheshe, po nuk është, e kemi ndruar atë sistem. Nga objektivat themelore të reformës në drejtësi ka qenë pandushkëshmëria. Pandushkëshmëria është objektiv politik. Të çdo top pandushkëshmëri. Domethënë pas kemi lënë ca pa dënuar, aty dënojmë. A do të çon tek një listë. Por në një farë mënyrë këtë pranon dhe gjithë shoqëria përfshirë gjithë politikën që si thosh ishte bërë një çik bajate punoj që askush nuk dënohej. Por reforma në drejtësi nuk u bë për këtë. Qëllimi kryesor ishte që të bëni mirë drejtësitë pa korruptuar dhe më profesionale. Nuk e kemi bërë. Një gjë po ta them, nëse ndodh thot një tektonik përmbysë dynjaja, të vjen në pushtet Sali Berisha, me këto kompetenca që ka Drama. Ktu je gati të kërkosh Enver Hoxhën pastaj, ose duket burr më i mirë, se varet nga mënyra se si një njeri e përdor pushtetin. A ka një person në politikën shqiptare sot që besoni se mund të bëhet kryeminist? Kryeministri i një vendi, në vende të tilla si Shqipëria, prodhohet për 24 orë, mund dalë shumë i mirë, mund dalë shumë i keq, por nuk ka të bëjë me aftësitë e tij se këtu përveç Fatos Nanos, Sali Berishës, Edi Ramës, edhe Ilir Meçanëre, që kanë kërkuar atë që kanë, tjerët e kanë marrë atë që s'kanë kërkuar. Ju shkruani prej më shumë se 30 vitesh për politikën në Shqipëri. Dhe duhet ta filloj pak më thjesht. Kur shihni politikën shqiptare sot, a ka ndryshuar realisht një gjë në 35 vite? Ekziston një lloj obsesioni për të kërkuar tek politika faza të ndryshme reformimi apo faza tranzitore apo faza kthese në politikë. Politika është një lloj tradite e cila nuk ndryshon në thelbin e saj. Ajo përsërit vetëm, përsërit të njëjtat skema elektorale, të njëjtat teza politike, ndryshojnë vetëm aktorët politik, kështu që nuk është një tragjedi nëse thua që politika nuk ka ndryshuar. Nuk ndryshon politika, kështu ka qenë 100 vjet, kështu është dhe politika viteve 20 në Shqipëri, kështu është dhe politika viteve 30. Ndryshon politika gjatë komunizmit, sa nuk është më politikë, është sistem, është regjim, por sistemet e hapura kanë gjithmonë të njëjtat probleme, kështu që nuk mund të themi tani që gjatë këtyre 36 viteve të pluralizmit politik në Shqipëri është tragjedi se politika është njësoj do të jetë politika, nuk është një, dhe më mirë që është njësoj se sa mos jetë njësoj. Ajo që ka ndryshuar gjatë 36 vite natyrisht është Shqipëria, është shoqëria shqiptare, janë politikanët shqiptarë që janë të ndryshëm, nuk janë gjithmonë të njëjtët, edhe pse disa prej tyre janë shumë rezistent. Dhe kjo është e vetmja e re e politikës në gjithë botën, që ndryshon elita, ndryshojnë garniturat politike të një partie, të gjithë shoqërisë, ndryshojnë qeveritë, dhe ne kemi disa faza të zhvillimit politik të këtyre 36 viteve. Kemi periudhën e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike, e cila ishte si thosh një forcë entuziaste që lindi pas rënies së komunizmit dhe përfundoi brenda 5 viteve në një katastrofë kombëtare, duke shkaktuar trazira mbarkombëtare, destabilizim të vendit dhe humbje të sovranitetit të vendit në prej 24 marsit 97-ës deri në 24 korrik të 97-ës, kemi qenë qeverisur nga flamuri i OKB-s, nga forca ndërkombëtare. Pra kemi humbur sovranitetin e vendit për shkak të trazirave politike. Kemi periudhën e stabilizimit të demokracisë shqiptare që fillon pas vitit 97, me qeverisjet e majta, të cilat kishin një shumicë të konsoliduar kushtetuese në kuvend, që me thënë drejtë nuk e përdorën as në mënyrën e duhur dhe as për një progres të dukshëm përveç stabilizimit të vendit. Dhe kemi rikthimin e Partisë Demokratike në vitin 2005, e cila erdhi me një mentalitet të ri në pushtet, por shumë shpejt brenda 2 viteve pushteti përsëri u kap nga familja e kryeministrit, nga një rreth i ngushtë njerëzish dhe përfundoi përsëri në një regjim të korruptuar. Riardhja e së majtës në vitin 2013 i dha një hap përpara progresiv Shqipërisë, e bëri Shqipërinë më moderne, më urbane, por e humbi njësoj si gjithë qeveritë e tjera betejën me korrupsionin, e humbi betejën me krijimin e një administrate moderne, perëndimore në kuptimin e logjikës së funksionimit, si thosh, ngeli në bataku në një administrate korruptuar, të larg qytetarëve, larg shërbimeve, pavarësisht hapave që bën, si thosh,
aspektin e avancimit drejt Bashkimit Evropian në progres informal drejt BE-s në një zhvillim, me thënë drejtën të jashtëzakonshëm të vendit dhe të ekonomisë. Ekonomia shqiptare kur s'ka qenë më mirë se sa në këtë periudhë, por duket që sëmundjet bazike të shoqërisë shqiptare nuk i ka zhdukur dot askush në këtë. Korrupsioni që është sëmundje otomane në mentalitetin e administratës shqiptare, askush nuk ka mundur ta fitojë dot të betejë. Edi Rama përpiqet ta fitojë këtë betejë me teknologji, çka është një hap përpara, por përsëri në thelb të administratës qëndron formimi profesional i atij që i shërben qytetarit, dhe ai formim është përsëri otoman, është jo perëndimar, është totalisht në një pozicion që përpiqet gjithmonë ta kapi qytetarin dhe jo të shërbejë qytetarit. Nëse qytetari ka një hall, është në hall në radhë parë me administratën, pastaj me hallën e vet. Çfarë bën ai të vështirë, domethënë, këtë betejë me korrupsionin, ose ndoshta jo eliminimin e plotë mund të jetë shumë e vështirë ose e pamundur, por pse të gjitha qeveritë që kanë qenë në këto 36 vite e kanë humbur këtë betejë, andaj siç e thatë dhe ju, në një moment caktuar janë kapur nga sistemi, janë kapur nga korrupsioni. Nuk është se ka dikush në një recetë se si mund ta zhduk këtë korrupsionin e administratës shqiptare. Unë mendoj problemi i parë është kultura politike e vendit. Kultura politike e Shqipërisë e bazuar te bakshishi, tek nderi, tek klani, tek familja, tek të afërmit, është një kulturë shumë lindore, me thënë drejtën, dhe nuk është se komunizmi ka arritur ta zhdukë këtë kulturë. Në komunizëm, po të vidhje dënohesh e rënd, dënohesh sikur bëje një krim të madh kundër shtetit, por të gjithë vidhin dhe në komunizëm. Duket banale ta thosh tani, po kush punonte në fabrikë të letrës vithe letër, kush punonte në fabrikë të pulave vithe pula, kush punonte te kuzhinetat vithe kuzhinetat. Kultura e vjedhjes së vogël ka ekzistuar në shoqërinë shqiptare. Kjo nuk justifikon korrupsionin e madh dhe korrupsionin e tanishëm të administratës, por është një lloj argumenti për kulturën politike të korrupsionit që ekziston në shoqërinë tonë. Ajo që ishte e rënd dhe që shoqëria nuk është dot është korrupsioni i madh, korrupsioni i nivelit lart. Korrupsioni i nivelit lart është ai katalizatori që mban gjallë korrupsionin e administratës poshtë. Nuk do të thosha që po të mos vidhin ata lart, nuk do vidhin edhe këta poshtë, ata prapë do vidhin ata poshtë, por dëmi i tyre në shoqëri për të vjedhur është më i vogël. Dëmi më i madh që bëjnë këta poshtë që vjedhin është që vjedhin qytetarin në mënyrë direkte dhe nuk japin shërbime. Kurse dëmi që bëjnë zyrtarët e lartë përfshirë në korrupsion është se ata bëhen model për varësit e tyre, dhe nëse varësi ndan lekët me drejtorin, nëse drejtori ndan lekët me ministrin, historia pastaj është ti bëj çfarë duash, nuk e lufton dot korrupsionin. Ai shkon në një sistem që e kap dhe sikur jetë i ndershëm. Ai futet në një punë ku i thon duhen kaq lekë në fund muajit. Dhe kjo gjë nuk është luftuar në Shqipëri. Vetëm një betejë reale kundër tyre, por jo profesionale, është beteja e Spakut. Domethënë, Spaku është heroi vetëm i vërtet i betejës kundër korrupsionit në Shqipëri, por me metoda pa aq të padrejta dhe profesionale sa çdo gjë tjetër në Shqipëri, domethënë. Nuk them që është i korruptuar, por është aq i paaft dhe i pazoti për të luftuar korrupsionin me mjetet ligjore, sa krijon një klim tjetër represioni, e cila u jep shkas shumë zyrtarëve të korruptuar, të ankohen si të përsekutuar, dhe nuk është se nuk kanë drejtë në atë rast. Nuk është se nuk funksionon logjika e tyre. Demokracia për këtë shkak është e vështirë. Është e vështirë për shkak se ti do ta luftosh korrupsionin me mjete ligjore, por me mjete ligjore ka një hapësirë të caktuar se si luftohet. Se për kollaj luftojnë komunizëm. Thoshin dy vetë ju vodi, po shkatohesh, po nuk është e kemi ndruar atë sistem. Dhe njësoj si zhvuan shoqëria nga sindromat e vjetra të shoqërisë, ashtu vuan edhe drejtësia nga sindromat e drejtësisë së vjetër. Drejtësisë së vjetër kanë parasysh drejtësinë e kohës komunizmit, nuk kanë parasysh kjo drejtësia e korruptuar e para ca viteve ka qenë më mirë se kjo drejtësia e tanishme. Se kjo është represive dhe pa aftë për të nuk është mësuar në një sistem të hapur të kapi zyrtarët e korruptuar. Sa jo gjëra e ka dhe vetë e di që është i korruptuar, të gjithë e dim që është i korruptuar. Problemi është që duhet ta provosh që është i korruptuar, se kjo është betejë e drejtësisë moderne, perëndimore në raport me drejtësinë
e regjimet të caktohen që i korruptuar, mund të ishte të korruptuar, dhe mund mos ishte njësoj dënoshë, nuk kishte problem. Dhe kjo gjë është një betejë humbur në Shqipëri. Ndërkohë që qytetarët nga drejtësia e re nuk marrin shërbime, ata janë puajtë pa mbrojtur saqë janë përballë administratës. Mos ndoshta duke qenë se u mbështet edhe nga ndërkombëtarët reforma në drejtësi dhe krijimi i institucioneve të saj, mos ndoshta krijimi një drejtësie speciale ose drejtësie të posaçme ka qenë që në fillim i synuar si diçka politike për të eliminuar një klasë politikanësh. Këtë duhet ta pranojmë pa hezitim që një nga objektivat themelore të reformës në drejtësi ka qenë pandëshkëshmëria. Pandëshkëshmëria është objektiv politik, nuk është objektiv profesional. Të çdo thot pandëshkëshmëri, domethënë pas kemi lënë ca pa dënuar, hajde dënojmë. Ajo do të çon tek një listë në finale. Por në një farë mënyrë këtë e pranon dhe gjithë shoqëria përfshirë gjithë politikën, që në si thosh ishte bërë një çik bajate puna që askush nuk dënohej. Dhe ky ka qenë objektiv politik, por reforma në drejtësi nuk u bë për këtë. Qëllimi kryesor ishte që të bënim një drejtësi të pa korruptuar dhe më profesionale. Nuk e kemi bërë. As më profesionale, as më pak të korruptuar. Dhe ky është problem shumë i madh. Problemi i objektivit politik të reformës në drejtësi e lidhur pastaj me një varësi shumë direkte të drejtësisë së re nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kaloi drejtësinë shqiptare nga varësia politike që kishte në vend në një varësi burokratike ndërkombëtare, se po të ishte edhe varësi politike ndërkombëtare ja kisha bërë halal, felave nëse drejtësia shqiptare varej nga presidenti Shëbas apo nga kryetari i Komisionit Evropian ja bëj halal, po nëse drejtësia shqiptare varet nga një nënpunës burokrat i Obdatit apo kujt dikush që mbi qyr ato dhe ai krijon preferenca personale dhe në Shqipëri thotë ky merva duhet fut në burg se s'm pëlqen është i gjatë, ky tjetër është i shkurtër, do të thonë kjo është edhe një problem. Kalojmë në një autokraci, kalojmë në një sistem ku njerëzit për shkak të pozicionit që kanë për arsye krejt burokratike administrative kthehen në tutor të drejtësisë, dhe kjo është më e rrezikshme se sa drejtësia që kishte një lloj droje nga establishmenti politik i vendit. Se në fundit establishmenti politik i vendit është i votuar për një gjë dhe nëse nuk e dënon ti, e dënon populli pas 4 vitesh ose pas 2 vitesh. Kurse kjo që ti e gjithmonë, domethënë ti e thret prokurorin e përgjithshëm në takime, ai thotë jo, fola me ambasadën amerikane, nuk do vi, apo nëse ti thua do vish ti japësh bësh raport, ai përpara se të thojë ti jo ankohet në instanca të tjera jashtë vendit, është pak qesharake si formim, se do të ishte më burrnore, thoshte unë kam punë time, s'kam punë as me asnjërin, po nëse ai qun zot një burokrat perndimor dhe nuk pranon të japi llogari përpara institucioneve të vendit, jemi futur në një sistem qesharak, nuk do të thoshë as të rrezikshëm, është qesharak, është një gjë që ti nuk di si të sillesh me këtë produkt që ke. Në lidhje me ashpërsinë ose me masat e paraburgimit nga drejtësia e re, e kuptoj që nga ana ligjore dhe nga ana institucionale shpesh janë të padrejta, janë gabuara ndoshta, por për shumë njerëz e gjithë kjo gjë mund të duket si një lloj drejtësie poetike ose si një lloj shpagimi, pra domethënë ata janë përballur për 30 e ca vite me një drejtësi të padrejtë, dhe tani për herë të parë politikanë dhe njerëz të pushtetshëm po përballen edhe vetë me një drejtësi të padrejtë. Armiku më i madh i drejtësisë në botë është drejtësia popullore. Nuk ka ndonjë armik më të madh për çdo drejtësi profesionale në botë sa drejtësia popullore. Dhe drejtësitë popullore kanë përdorur të gjitha regjimet diktatoriale. Drejtësia popullore ka qenë në Verhozë 25. Mirë kundërshtarët e vet politiku, a bënte gjyqi në kinema Kosova në Tiranë, dilte populli jashtë, militar, bëi kënaqje gjithë populli, po drejtësi nuk ishte krim. Dhe nëse ne do ecim do mbështesim drejtësinë mbi opinionin publik, mbi preferenca politike, mbi përpjekje për të kënaqur turmat, jo që s'kemi bërë drejtësi, po kemi bërë një krim të ri ndaj shoqërisë dhe ndaj njerëzimit në tërësi. Dhe është gjë aq e rëndë kur e mendon afat gjatë, sa do të vi turp dhe atyre që thonë në burg pas disa vitesh për njerëz për cilët nuk kanë fakte. Klasa politike nuk është një etnitet i bashkuar që ti kap 3 veta se njësoj janë gjithë. Ti duhet të dënosh ata që kanë bërë krime, ata që kanë bërë korrupsion, po dhe atyre duhet ta provosh. Është shumë unë personalisht, për shumë, unë jam një nga kritikët më shërgjin të politikës për 36 vjetë. Shërë me Fatos Nanën, Ilir Metën, Edi Ramën, Sali Berishën, nuk më ka nga njëri pa.
Unë mendoj që imazhin më të keq për kryeministrin korruptuar, mendoj që ka pas Ilir Meta. Unë jam totalisht kundër paraburgosjes së Ilir Metës. E paraburgosja ka standard ligjor përse paraburgoset njëri. Paraburgoset kur ai është i rrezikshëm në pozicionin që ka, që mund të prishë provat dhe që mund të arratiset nga vendi. Për fatin ton të keq, vetë me duart tona Ilir Meta na kemi bërë kryeministër të vendit, president të vendit, kryetar parlamentit të vendit. Asnjë figurë tjetër politike 30 vjet nuk i ka të gjitha postet më të larta të vendit se ka Ilir Meta. Pasi kemi liruar një të ato poste, kemi arrestuar dhe mbajmë 2 vjet e gjysmë në burg në një proces gjyqësor që akoma nuk ka asnjë akuzë bindse të më bini mua pse ky njeri duhet futur në burg pa u përgjigje. Unë nuk them mos dënohet Ilir Meta. Po Ilir pse duhet ta paraburgosë presidenti i Republikës së Shqipërisë? Për deri tani ka dalë që një kushëri i gruas ka dashur të marrë një punë në Shqipëri dhe pastaj pas ka blerë ca rroba gruas. Okej, dënohet gruaja, dënohet edhe ky nëse dënohet, po paraburgim pse? Se paraburgimi është një dhunë e cila e destabilizon njeriu dhe i heq mundësitë për të mbrojtur. Se nëse ti futesh tek 313, dhe të dërgojë njërin avokat të çmendur, njërin avokat zgjuar, dhe ti nuk di me ç'të komunikosh dhe nuk ke në dispozicion provat, tallen prokurorët tonë provat do t'i marrësh digjitale, po digjitale nuk lejohet USB-ja, po ke USB nuk lejohet kompjuteri, po ke kompjuter dhe USB vetëm burg se ke përdor. Pra është një tallje shumë e madhe me standardet e paraburgimit mbi të gjitha. Dhe këto janë turpe. Këto nuk bëhet fjalë fare, nuk jam do thash, njeriu që ka kritikuar më shumë Ilir Meta dhe që ndërkohë e kritikoja mua, po nuk mund ta pranoj kurse si që Ilir Meta duhet të rrinë në burg, në paraburgim, pa u dënuar. Ilir Meta gjykohet, dënohet, ka qenë president, kryeministër, as arratiset, as ka ku të shkojë, as ka çfarë prova të prishi. Dhe ç'është ka prokurori që 2 vjet e gjysmë pasi e arreston mezi bën një dosje aty për i bre, domethënë ke dhe një prokurori të aftë, dhe një prokurori që ka bërë llogari politike kur e ka arrestuar. Po arrestoi një këtej, po arrestoi edhe një këtej, edhe jam në rregull me 2 palët, po uan ku këta u them keni arrestuar Ilir Metën, po uan ku këta tjerë them kam arrestuar Arjen Velim, bën sa ekuilibra politike idiote që duka ka kërkuar njëri. Mund të arrestoj gjithë nga Partia Socialiste, s'ka pse bën atë balans nëse gjën të korruptuar. Këto janë defekte aq të rënda që vijnë pikërisht nga mentaliteti politik që kanë drejtësia në shfaqjen e saj publike. Domethënë ne jemi tani në një moment që drejtësia është më politike, jo se varet nga politikanët, po bën vetë politik. Drejtësia prodhon më shumë politik tani se sa prodhon politika. Po ti vësh re, SPAK-u dhe GKK-ja që janë, si thua, pjesa e drejtësisë speciale në Shqipëri, që është një problem vetë që është kaq e gjatë, dhe pas luftës së dytë botërore gjyqjet speciale zgjatën 3 vjet, nuk zgjasin 13 vjet. Ata vetëm përgjojnë politikisht ç'a ndodh. Filloi revolucioni, dolën flamingot. Përse e kanë për Zurnecin? Tak pas 4 ditësh del histori tokash. Pse kanë nxjerrë para të tokë? Do thotë bëjmë politik. Kalon pak, do kthehemi shtator, okay. Prap një dosje për një ministër të dramës, prap dhe një mbaj mend edhe për një nga opozita për treguar që kjo Ramanburg, Berishamburg ka argumente, ja ku e kemi. Kthehen një violinë të dytë të zhvillimit politik në vend të turp. Ata mund të arrestojnë gjithë qeverinë. Janë drejtë e tyre që nga i pari tek i fundit, nëse gjin problem gjin. Ata nuk sillen si hetues të prokuror. Ata sillen si përgjues të politikës dhe prodhojnë politik vetë, si thush, bën zëri kryesor i zhvillimit politik, bën aktori kryesor politik në vend. Ndërkohë që ne kemi mandatuar që të bëjnë drejtësi, ata bëjnë politik. Rama dhe Berisha janë 2 personazhe që kanë dominuar më gjatë politikën përgjatë tranzicionit. Në qoftë se Berisha dhe Rama, në qoftë se të dy ata do vendosnin të iknin nesër nga politika, sa do ndryshonte realisht sistemi? Njëherë uroj që sistemi mos ndryshojë kurrë. Po ndryshoj ky sistemi tjetër është diktatura. Nuk ka 2 sisteme kanë në botë. Ka o diktatura o demokraci, kështu që nuk këto parullat për ndryshim sistemi janë ose janë naive dhe artikulohen nga njerëz pa ndonjë koshiencë politike, ose pastaj ka disa njerëz që duan vërtet diktaturën. Nuk mund të, domethënë, brezi im është brezi që ka luftuar për të përmbysur një sistem. Nuk është se luftua më shumë, na ngeli dorë sistemi, por jemi dëshmitar të përmbysjes një sistemi dhe shoqëri që u përmbys. Tani kjo ideja që duhet përmbysur prapë ky sistemi, nuk ka sistem tjetër në botë. Sistemi tjetër është ai që ishte. Sistemet mikse janë sistemet të cilat ne i përjetojmë në periudha të ndryshme. Një sistem është e rëndësishme të jetë i hapur, të ketë zgjedhje, të ketë institucione të pavarura, pastaj në një periudhë dominon një
kryeministër autokrat, në një periudhë dominon një kryeministër liberal, në një reformator, në një i paaftë, ajo është çështje dinamikës së shoqërisë, por me sistemin është një shaka e madhe kur thuhet që duhet ndryshuar sistemi. Në 30 ca vite gazetari politike, a ka një gjykim politik që ju ka rezultuar i gabuar, një personazh që ndoshta e keni vlerësuar më shumë se ç'duhet ose e keni nënvlerësuar? Nuk kam ndonjë listë ndjese për këtë punë në një farë mënyre, po natyrisht që në momentet caktuara ka pas plot gjykime të nxituar ose të gabuara për politikanë, sidomos kur ke distancë me ta. Dhe është mirë që gazetarët më të rëndësishëm politikë, se nuk po them çdo gazetar politik, është mirë të kenë kontakte dhe njohje personale me personalitet në vend qoftë dhe sikur të kenë kundërshtar dhe sikur të kenë miq, për shkak se ajo është një ndihmë e madhe për të qenë më realist, por natyrisht një gazetar ka gjithmonë kohë ta korrigjojë veten dhe si thosh atë biografinë për të tjerët. Për shembull, është tjetër gjë se si e gjykoja unë Ramizalin në 90-ën. Mund ta haja të gjallë po ndile përpara. Tjetër se si e gjykoja në 2010-ën kur ai ishte akoma gjallë. Ishte një vit përpara sa të ndajej nga jeta. Mu shfaq përballë tek ujvara aty në Tiranë afër shkollës Emin Duragu. Kishte një faturë dritash që i kishte ardhur në dorë, i kishte ardhur 30.000 lekë vjetra, edhe më tha ora djalta, ma gjip pak, tha pse më ka ardhur fatura 30.000 lekë, se më kam 2 muaj që rritet vajza në Suedi, dhe ishte shumë i shqetësuar nga korrupsioni i OSHE-s. Tani kur mendon që një njeri që ka pas në dorë gjithë shtetin shqiptar, dhe që ne donim ta shqyenim gjallë në 90-ën, në 2010-ën ishte i shqetësuar që Cezi, apo diun kush ishte aty, kishte bërë një faturë afërfe 30.000 lekë vjetra dhe po mendohej për atë, i dukej një shumë. Natyrisht ta ndryshon mendimin. Mbajmë që bëra një shkrim që ky jetoi aq gjatë sa na turpëroi të gjithëve, domethënë. Jetoi aq gjatë sa na pa që ne e bërëm më keqsej, domethënë. Ne që e përmbysëm atë, ne bërëm një sistem që ai në fund ishte ndershëm, ne ishim të korruptuar, domethënë. Ai kërkonte lekët e faturës. Pra gjithmonë ke kohë ta korrigjosh një mendim për dikë që është apo për Sali Berishën. Tjetër mendim mund të kishte njeriu për Sali Berishën në 92-shin, kur duke një lider karizmatik, energjik, me shumë frymëzim dhe për shoqërinë shqiptare. Ndryshe duke në 96-ën, tmerr duke në 97-ën, akoma më tmerr duket në 2027-ën, e kupton që është akoma politik. Kështu që nuk je vetëm ti që gjykon gabim në një moment caktuar si gazetar politik, por të gjithë aktorët e tu, të gjithë personazhet e tu ndryshojnë dhe nuk kanë të njëjtat pozicione. Kështu që e rëndësishme është të jesh i qetë me veten kur ke shkruar për atë periudhë që si thosh, ke shkruar sa ashtu ke menduar. Edhe nuk ka qenë një llogari politike apo një goditje në brez, gjërat e tjera pastaj janë gjëra që të gjithë ndryshojnë, nuk janë të gjithë njësoj. Për të ndalur pak tek kryeministri aktual, kryeministri Rama, është i perceptuar si shumë i pushtetshëm, madje më i pushtetshëm se paraardhësit e tij. A mendoni që ka realisht më shumë pushtete që kanë patur kryeministrit e tjerë? Çështja e pushtetit ka 2 dimensione, grumbullim i pushtetit. Njëri është dimensioni personal, aftësia personale e një udhëheqësi për të grumbulluar pushtet, dhe njëra është fati politik, institucional. E drama e ka 2. Domethënë, e drama ka aftësinë personale që të grumbullojë pushtet, do të jetë një lider karizmatik. Ka krijuar pastaj për shkak të shumicës parlamentare të gjatë dhe të madhe që ka shumicë të cilësuar, mbi 84 vota, me cilën ndryshon çdo gjë përveç kushtetutës. Dhe ka krijuar një mekanizëm, si thosh, ka krijuar dhe një pushtet institucional, ka krijuar ligje të cilat centralizojnë shumë pushtetin e tij. Të dyja këta negative. Pozitive është fakti që ky nuk e keq përdor atë pushtetin, por kjo është një gjë që nuk kemi shumë garanci. Qoftë as tek ky, nëse rri gjatë, po sidomos tek pasardhësit e tij, kushdo që të vijë. Një gjë po ta them, nëse ndodh sot një tektonik përmbyset dynjaja dhe të vjen në pushtet Sali Berisha, me këto kompetenca që ka Drama, këtu je gati të kërkosh Enver Hoxhën pastaj, se duket burr më i mirë, se varet nga mënyra se si një njeri e përdor pushtetin. Nëse ty të vjen sot në pushtet Sali Berisha me këto kompetenca që gjithë lejet jepen në një vend, do bëhet radhë madhe para shtëpisë së Shkëlzenit.
Gjithë tenderat jepen në një vend, radhë e madhe për Argitës. Gjithë kompetencat e bashkive varen tek një ministër. Pra, do krijohet një sistem, jo vetëm mizor për këtë korrupsionit dhe përsekutimit politik, por kthen në mënyrë të butë një sistem diktatorial për shkak të personit që e merr. Nuk them që Rama është ëngjëll, dhe ai e bën për lehtësi operimi dhe për zhgënjim që ka nga natyrisht nga nivelet e dyta, treta drejtuesit e bashkive edhe. Por ushtrimi më i vështirë nervor për një kryeministër është të duroj budallën që ka rrotull. Dhe duhet të duroj brenda institucioneve. Okej, një kryetari i bashkisë kujt Onyx, ai mos përmendesh budalla, po e ka atë kompetencë. Nuk mund t'i haqësh me qenë se është budalla ai dhe ta biesh Tiranë. Nuk mund t'i lësh bashkitë pa asnjë kompetencë, siç kanë mbetur, dhe diskutojmë për kufi territorial. Një bashki e vogël, e dështuar, nga një bashki e madhe e dështuar nuk ka asnjë ndryshim. Ndryshimi është një bashki funksionale, që si ka territori. Kështu që për mendimin tim që problemi që ka Rama është që ka grumbulluar pushtet për lehtësi qeverisje, por është si ata njerëzit që përpara se të ikin duhet ta zhbëj këtë pushtet, duhet ta zhbëj vetë me duart e veta, se po ja gjeti dikush tjetër nga mbrapa nuk e zhbën më. Nuk ka më asnjë budalla kryeministër që të marrë këtë pushtet institucional që ka krijuar Rama, këto kompetenca që ka krijuar ai, këtë centralizim të pushtetit drejt institucioneve qendrore, që operon gjithsej me 5 njerëz, dhe ta zhbëj. Ka gati kështu, gjetëm thonë mirë, është gjithë duan pushtetin. Po varet kush e ka atë. Kush është objektivi aty që vjen mbrapa. Objektivat e Dramës kanë qenë pasi stabilizuar në pushtet ka dashur qeverisi. Po ai që vjen pas Dramës nuk ka periudhën e parë do të stabilizojnë pushtetet, me kaq shumë grumbullim pushtetit të bën gjëmën, nuk ka mendjen më të qeverisi, kanë mendjen njëherë të bëhet si Drama, pastaj të vazhdojmë te. Në lidhje me protestën, janë për pak më shumë se 80 ditë që njerëzit protestojnë. Ju keni parë dhe në shkrimet tuaja keni bërë dhe krahasim me protestet, me lëvizjen e dhjetorit. Nga ato që keni parë në të shkuar, nga lëvizja e studentëve, nga protestat të tjera që kanë ndodhur më pas, çfarë dallon një protest që arrin të ndryshojë balancën politike nga një lëvizje që thjesht shfaq zemërim ose mbledh? E para, mendoj që protesta ka zgjatur 10 ditë. Protesta ka qenë 2 javët e para, po 10 ditë e para ka qenë protestë. Protestë e vërtet, protestë qytetare, me një lloj frymëzimi që të njaltë edhe simpati. Dhe të gjithë që kemi provuar gjatë në këtë punë, thoshim ishte një shans i artë që në shoqëria shqiptare të nxirrte një leadership të ri të aktivizmit politik. Nuk po them të nxirrte politikanët e së ardhmes, por ajo frymë, ai pozitivitet, ai reagim, ai nerv i cili mori shkas nga një gjë shëmtuar ndaj protestuesit në Zvërnec, të prodhonte energji pozitive dhe të prodhonte një elitë të re të aktivizmit politik në Shqipëri. Ai shans humbe një herë. Shansi i dytë që humbi ishte populariteti ndërkombëtar. Dhe ai gënjeu të gjithë. Për shkak të Donald Trumpit, që u bë si bezekuqja për gjithë median e botës, gjetën një vend si Shqipëria për të bërë fush betejë, protesta pati një popularitet të jashtëzakonshëm ndërkombëtar që nuk kishte lidhje fare me thelbin e protestës, por për protesta të tilla është fat. Është fat që ty të del një kaos ndërkombëtar që ty të çon në çdo media të madhe të botës dhe ky fakt në vend që të përdorej pozitivisht u shpërdorua dhe u kthye në problem rivaliteti tani se kush do ta përvetësonte atë popularitetin. Mendoni se njerëzit mediat ndërkombëtare kishin hartuar për të nxjerrë fytyrat e 4-5 aktivistëve të cilët e kanë punën, nuk e kanë as aktivizëm. Shansi i tretë mendoj që dogji protesta ishte dogji frymë qytetare me të cilën nisën. Domthonë nuk e mbajti dot vetë protesta, nuk ishte në gjendje ta mbante. Pasi kaluan 10 ditë e para, protesta kaloi në një institucion linçues. Unë nuk kam parkur për 36 vjet në një protestë linçuese në Shqipëri. Përveç demonstratave, që janë demonstrata e 14 shtatorit, kishte edhe tanke dhe Kalashnikov, po nuk vrisin njerëz në rrugë, kishin për të marrë qeverinë, 2 orë luftë. Kurse protestë që kthehet në një tribunë, urrëtie, ndaj çdo njeriu në Shqipëri që nuk është dakord me ata, që ata mendojnë që nuk është dakord, se mund të jetë dakord në një nga ata shkretet. Protestë që bën listëve njerëzish, këta duhen vrarë, këtij duhet shkatruar biznesi, do të bëj koncert, duhet të prishur koncerti, ky ka hoteli, duhet të prishur hoteli, ky ka autobusi, duhet djegur autobusi, ky ka as fashizmi s'ka për. Këta kanë për vetëm komunistët në 45-ën, që shkonin me lista shtëpi me shtëpi,
e thoshin këti merri Florit, këti vri djalin, këti futi në burg vajzën, se ky s'ka qenë me ne gjatë luftës. Frymërrejtje, linçuese dhe negativiteti më të madh në historinë e 36 vjetëve nuk kanë parë kurrë. Protestat e vitit 90, që në fakt u kurorzuan me rrëzimin e një nga diktaturave më të ndyra të botës, jo të Evropës, e kanë pas legjitime urrejtjen, po nuk e kishin. E kanë pas legjitime. Njerëzit që dolën, sidomos pasi iku puna e studentëve dhe dolën në protesta, ishte burgosur ose të persekutuar, ata me thënë drejtë kishin drejtë të vrisnin. Asnjë nga ata nuk shfaqte urrejtje në mënyrë personale. Kur nuk më mendon një njeri vetëm të ke dalë në tribunë më në thënë njëshja të toj Mero Bazë, po zë Mero Bazën sikur ka qenë një oficer sigurimi, më ka bërë këtë dhe unë ku ta gjithë do ta vras ato. Kur s'ka thënë një këtë? Kam pas drejt ta bëjnë. Me logjikën e këtyre kam pas 1000 herë të drejtë. Kjo do të thotë që shoqëria ka qenë e pjekur dhe e përgjegjshme për atë që bënte. Dhe aq e fortë ishte kjo ndjenjë vetë përmbajtje ndaj një të kaluare kriminale, se këta ankohen si njerëz të dështuar, këta nuk ankohen si njerëz të persekutuar, se aty 90% atyre njerëzve protestojnë për mosarritjet e tyre në jetë, të cilat mund të ketë penguar dikush, po 90% e ka penguar vetë. Nuk është një dramë e madhe. Dalësh aty të thosh, më ka ndar burri, më ka ik mace, më ka ik mendja. Ajo është çështje e tyre, po urrejtjet ndaj njerëzve të suksesshëm në shoqëri, në një tribunë proteste, është gjëja më haxhiqamiliste që ka parë historia e Shqipërisë. Fiksi Haxhi Qamili kur Shqipëria bënte pavarësinë, ngrihej dhe me zjarrin në dorë për të djegur njerëzit që po i sillnin atij perëndimi, se njëri kishte kapele republike dhe jo me feste turke. Urrejtja që ka demonstruar nuk e ngatroi protestën, protesta ka qenë vetëm 10 ditë. Kjo pjesa tjetër nuk është protestë. Kjo pjesa tjetër është një burokraci e protestës, një njerëzit që janë 30-40 vjet të cilët përpiqen të marrin lavdinë e protestës, ta marrin, ta shesin, ta rishesin, ta coptojnë, ta përveçojnë një qesharake banale që zhduk të gjitha shanset pozitive që prodhoi konteksti i protestës si protestë për qeverinë. Dhe të gjitha gjërat artikuluara në protestë pas 10 ditësh të parë, po e ndaj 10 ditësh e parë, se 10 ditësh e parë ishte protestë. Kjo nuk është protestë, kjo është një agjendë. Kjo është si foltorja e Sali Berishës. Do thrasim 200 veta sot e do dalin aty, do shajnë, ti do shash Meron, ti do shash Bjornin, ti do shash atë, ti do shash atë dhe ikin në shtëpi. Kjo është një llumë i shoqërisë. Është një gjë e turpshme e cila do t'i kushtoj rënd aktivizmit shoqëror në Shqipëri për shkak se të gjithëve do të kujtohet historia që ne dolëm atje, kishin shpresë na mundi Edi Rama me Sali Berishën na prishin. E dyta që është një keq kuptim i madh i protestës, zemra e protestës, dhe këtë duhet ta pranojnë atë parë, ka qenë Partia Demokratike. Kjo nuk është një gjë negative, kjo është një gjë vërtet dhe është pozitive, se Partia Demokratike ka kontingjentin më të fortë të protestuesve dhe të njerëzve. Dhe këta që i kompleksonin me atë parullën, këta që duan të kapin protestën, Berisha në burg që t'i marrin larg, atë thonë vetëm që mos ta marrin leadershipin ata, se 90% e njerëzit protestojnë, unë e njoh njerëz të Partisë Demokratike, me pjesë e saj. Ata janë Partisë Demokratike, ata kanë 14 vjet që protestojnë në rrugë. Ata janë njerëz më të duruar aty në që durojnë edhe dëngrat e këtyre duke u sharë udhëheqjen e tyre. Mirë të keq që kanë tyre ata, domethënë dhe ata janë aty për atë, nuk janë për ata 4 vetët që duan marrin protestën. Dhe ajo që është akoma më shpifur janë këto 3-4 partitë e vogla, të cilat mendojnë që bëhen të madhe po të quhen pronar të protestës dhe shfaqen aty sikur këta organizojnë protestën. Ata janë njerëz të verifikuar në shoqëri sa kanë marrë. Ata sapo kanë dalë nga ato zgjedhje, njëri ka marrë një deputet, njëri ka marrë 1 gjysmë, njëri ka marrë gjysmë. Ata dihet çfarë janë, dihet çfarë fuqi kanë. Pra përpjekja për ta privatizuar, sa nga partitë e vogla, sa nga këta aktivistët që kanë, ata gjithë enturazhi i protestës organizatorëve, që ne njohim gjithë me emër, kanë 20 vjet që bëjnë këtë punë. Janë mbetje të Partisë Socialiste dhe mbetje të Partisë Demokratike në shumicë. Pra janë njerëz të zbuar nga Partia Socialiste ose nga Partia Demokratike, këta që duan ta kapin. Kurse zemra e protestës është Partia Demokratike. Çdo njeri që mendon që ata nuk janë Partia Demokratike ka bërë llogarit gabim. Nëse u thot Berisha të rrigjën, e ke bosh sheshin. Tha Berisha shkoni të mbushet sheshin. Të tjerat pastaj këto parullat, diaspora, këto rollakët që vinë lart e poshtë rrugëve, ato janë gjëra që banalizojnë protestën. E cila nuk është më protesta. Tani ajo është një sistem, është një protestë burokratike, nuk është as politike, as prodhon asgjë. Ajo prodhon energji negative apo rivalitete brenda këtyre mbetjeve të PD-s dhe të PS-s që kanë 20 vjet që sillen rrugëve për të faktorizuar politikisht.
Unë mund t'i marr 1/1 ata, po nuk e kam atë frymën e çështë tyre, po unë mund të marr 1/1 se çka bëra njëri më 12-ën, çka bërë më 14-ën, çka bërë më 16-ën. Dhe ky grup i Legbibajt besoj që ka filluar nga 19 mbrapa, se aty ka dhe grup krajnor, ka dhe grup politik të vjetër, ka mbeturinë të Sorosit, mbeturinë të PS-s, mbeturinë të PD-s, janë njerëz të zbuar dhe aty ka njerëz që kanë qenë në 7 parti, del si aktivist politik. Ç'a kuptimi ka? Pra është burokratizuar gjithë, është çështje për të kapur protestën, dhe nuk mund të flasim më për protestë, mund të flasim vetëm për 10 ditë e para, për shanset rënda të djegura, të cilat do t'i kushtojnë gjatë aktivizmit politik në Shqipëri. Të gjithë mendojnë që kjo protesta ka rritur aktivizmin, unë mendoj që ka dëshpëruar aktivizmin. Çfarë shkaktoi këtë tretjen ose humbjen e këtyre partive? Protesta ishte spontane, duhet ta pranojmë këtë, dhe fakti që protesta u bë më njëherë popullore nga mediat ndërkombëtare për shkak të Trumpit, gjetit pa përgatitur gjithë, gjetit pa përgatitur udhëheqësit e duhur të protestës, pra ata që duhet të organizonin protestën, pra nuk pati protesta një parapërgatitje, nuk ekzistonte një grup i ri, një grup që kishte vendosur të bënte një gjë të madhe në Shqipëri siç u bë. Dhe fakti që protestën e pompoi media ndërkombëtare, sidomos media perëndimore kundër Trumpit, i cili është tmerrë gjithë medias ndërkombëtare, jo pa drejtë në shumicën e rasteve. Çështja e Izraelit, gjithë aktivistët e majtë të Evropës, të cilët u është bërë obsesion Gaza, historia e dhimbshme humanitare e Gazës dhe manipulimi ndërkombëtar që këtu po vinë izraelitët do marrin një gjë, do bien palestinezët, gjithë ato teoritë konspirative të shoqëruara me frymën anti-Trump, i dhanë popullaritet ajtë madh protestës, sa protesta gjeti pa përgatitur vetë protestë. Dolën qytetarë në rrugë dhe të gjithë mendonin që ishte dikush nga pas. Në fakt s'ishte askush nga pas. Të gjithë hidhin benzinë mbi zjarr që protesta të shtoi përfshirë qeverinë. Po protesta s'kishte asgjë. Dhe kur protesta iku, pas 10 ditësh, u zbuluan gjithë budallënti kanë 20 vjet që merren me protesta, e ke aty tani është një koleksion njerëzish mos të fjalë më të rëndëmundshme, të cilën e njohim kush janë, edhe janë qesharak për Shqipërinë. Janë në nivelin mesatar të shoqërisë. Tani nuk mund të thuash një shoqëri e emancipuar, nuk mund të thuash atyre vajzave të dinjve që duan të ditë para protestit do heqin, do shkosh pas tij. Ka respekt për veten njeriu. Njeriu është profesionist, ka inat e dramën, me shumë drejt, ka inat fakti që kjo lloj qeverisje privilegjon një grup të caktuar biznesi apo si thosh vepron me metoda arbitrare për planifikimin urban, për zhvillimin e vendit dhe nuk i jep shanse gjithë njerëzve të përfshihen në atë. Kjo është një gjë e drejtë, ai del në rrugë për atë. Po nuk del për një banalitet, pastaj që të përfundojnë duart e 2-3 linçuzëve aty. Dhe kjo është dëmi më i madh që ka shkaktuar keqkuptimin me protestën. Keqkuptimin që protestën dikush po e bën, është njëri askush është pas protestës. Protesta u plasi, qytetarët dolën në rrugë, kush mundi futi duart, Irani futi duart, Albin Kurti, koka këmbë, po këto janë të pranësishme për qytetarët, to ishin të rëndësishme për protestën. Po të kishte leadership protesta, u tregonte vetë natyrë direkte, nuk i bëjnë dëm. Bile unë mendoj që ato i bëjnë der qeverisë, ndërhyrjet e huaja në këtë rast janë argument për qeverinë, po ndërhyrjet e huaja ishin në funksion të shtypit huaj, nuk ka lidhje me Shqipërinë, nuk bën ndonjë gjë më të madhe në Shqipëri se bëri Irani ku 20 video me AI dhe gënjeu për Shqipërinë, apo dërgoi Albin Kurti 50 veta që bërtasin në ata rrugëve, Shqipëria etnike dhe ajo tregon më shumë pastaj predispozitat politike të njerëzve. Problemi është protesta ishte e shqiptarëve, ishte e protestuesve, ishte e qytetarëve shqiptarë, ata duhet ta mbanin dhe duhet të prodhonin nuk prodhuan dot asgjë, ngelin dorë atyre që ne njohim. Është problemi i madh në një vend vogël kur i njeh. Ti e di kush është. Boll më thush emrin edhe okay, e di ç'pres prej tij. Nuk pres tani unë një gjë të madhe prej atyre 5 emrave. Jam periferisë së Shqipërisë, nuk kanë bërë asgjë në jetën e tyre. Në jetën e tyre kanë bërë vetëm protesta dhe kanë sharë njerëz. Okej, për atë punë, me atë punë e kanë mbarë rrugën gjithë jetën. Dhe të vazhdojnë, nuk e ndryshon dot shoqërinë. Forca vetme udhëheqëse e protestës, asaj proteste që mund të vazhdojë, është Partia Demokratike. Ajo është një protestë që fuqinë ka Partia Demokratike. Këta pastaj guralecët që sillen rrotull janë për protagonizëm personal. Po është e njëjta Partia Demokratike që në fillim e sulmoi protestën ditët e para. Si ishte e saj në fillim? 10 ditët e para si ishte e saj, nuk ishte askujt protesta. Protesta ditët e para ishte e qytetarëve, natyrisht ta sulmonte. U befasua, i dole një parti tjetër që nuk e kishte llogaritur. Për 3 ditë e zhburi Partinë Demokratike nga fuqia e saj. Në momentin që iku protesta për cilën flitet akoma si mit kur ekziston që nuk ekziston,
Protesta e mëtejshme është e Partisë Demokratike dhe kur të doj atë protestë rrit dhe fuqizon në një farë mënyrë në nivel politik vetëm Partia Demokratike, po jo në një shkallë cilësore që mund të përmbysi diçka në shoqërinë shqiptare. Ajo është protestë e Partisë Demokratike tani tutje. Qofse është ose këtyre budallëve që rrihen me njëri tjetrin çdo natë, po nuk ka protestë tjetër. Protesta qytetare iku 10 ditë e para shku në shtëpi njerëzit, nuk kishte më kuptim. Në një intervistë të para 2-3 viteve të Ylli Rakipi, më duket të pa ekspozuarit, keni thënë që nuk arritëm të ndërtojmë një shoqëri demokratike ose një sistem politik demokratik dhe keni përshkruar që si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste përsëritën gjërat më të këqija të Partisë së Punës dhe partitë të tjera më të vogla kanë bërë këtë. Dhe pyetja që kam është për 3 partitë e reja që nuk janë më të reja tani, por 3 partitë e vogla që janë në parlament sot, udhëhiqen nga kryetar që nuk është se kanë jetuar shumë ose nuk kanë qenë në moshë të rritur gjatë diktaturës, shumica e antarësisë është në moshë goxha të re. Pse dhe ato duket sikur po prirën të përsërisin gabimet e partive që duan të zëvendësojnë. Problemi është i kulturës politike. Teza ime kryesore ka qenë, nëse i referohesh asaj interviste, është që ne nuk kaluam nga diktatura në demokraci. Ne kaluam nga diktatura në pluralizëm dhe Partinë e Punës e coptuam në disa parti tjera. Dhe mekanizmi që mbanë në këmbë Partinë e Punës është mekanizmi që mbanë në këmbë çdo parti tjetër. Pra nuk kemi më një parti, por kemi disa parti që i ngjajnë Partisë së Punës, Partinë Demokratike, Partinë Socialiste dhe partitë e tjera. Kjo për shkak vjen nga fakti që ne e kemi partitë jo demokratike në organizimin e tyre dhe jo legjitime. Ne kemi partitë më jo legjitime në vend. Ne mund të kemi lidera legjitim. Sali Berisha është lider legjitim i Partisë Demokratike apo Edi Rama i Partisë Socialiste për shkak se sido që ta bësh mekanizmin ata prap janë të parët, dhe me të drejtë e pa drejtë janë të parët. Por ç'a bëjnë ata për konkurrencën brenda partisë dhe zhvillimin nga mbrapa është jo demokratike. Ti nuk ke mekanizma ligjor që të vjedhin votat në parti dhe të mbrohesh. Është mund të mbrohesh kur të vjedhin votat në fushat elektorale. Ti ke raste pafund brenda Partisë Demokratike që kur ishte Basha, Selami, këta që konkurrojnë me njëri tjetrin, që tallej Berisha me ta, që ata vidhin votat hapur, ti i shikoje që të vidhin votat, dilin dhe videot dhe prokuroria nuk ndryshon, është çështja e asaj partie. Në fakt është çështje e legitimitetit dhe është çështje që ajo parti përfaqësohet në pushtet për këtë shkak. Por ne kemi një nga defektet kryesore të demokracisë shqiptare është demokracia e partive. Domethënë partitë sillen si parti si copa të diktaturës në Shqipëri. Tani ti thua pse këta të rinj janë edhe më keq se këta të vjetrit, paktën kanë parë Partinë e Punës dhe dinë se funksiononte. Kurse këta kanë parë se si funksionojnë i leqarët e Partisë së Punës. Agron Shehu ka model Berisha, edhe ai është akoma edhe më qesharak. Del një lider që thotë jam i djathtë, gjithë ditën sulmon biznesmen, filani ka marrë të tender, ky e mori këtë këtu, a thotë ti që ka ai shkretari i kontrollit të shtetit dhe unë do ta votoj atë që do më gjej tendera. Kam kontroll në shtetit, kam spakun për nuk është më lufta kundër korrupsionit ideologji politike, nuk mund të jetë ideologji politike. Lufta kundër korrupsionit është betejë institucioneve ligjore dhe gjithë klasa politike duhet të bëjë presion që të jetë betejë institucioneve ligjore. Dhe presioni duhet të ushtruar te institucionet ligjore që ato janë profesionale, jo politike, të afta për të zbuluar korrupsionin, aty duhet për betejë. Nuk këta çapen mëngjes dalin, hapin buletinin e prokurorisë publike, thua që nuk duhet të prokurojnë gjëra në Shqipëri, duhet të kthejmë Komisionin e Kontrollit të Shtetit, e Planit të Shtetit që ta bëj prap tenderat i BE. E thonë, tender, 3 milion euro, e shikoni vota 3 milion euro. Shpunë, është faturë e impune. I duhet bërë, i duhet prokuruar. Unë e kuptoj kur e thonë 3 budallënj, po kur e thonë një kryetar partie, që gjurmon çdo ditë biznesmenët e kalon një javë duke shpjeguar ku i ka bler vilat e veta dhe një javë se ku i ka bler tjerët vilat. Ky është model linçus, është njëri i paralizuar, jo që u turrën njerëz nga mbrapa dhe ikën. Njëjta ai tjetri. Kurse ky Qorri, ky ka një, si thua, ky nuk ka protagonizëm personal, se ky ka një parti marksiste që mendon që duhet ndryruar sistemi. Ajo është çështje tjetër. Por personat që ai ka, që mobilizon dhe keq përdor, janë të gjithë linçues në mentalitet. Një tjetër që del dhe thotë, të më thojmë që si përfaqësues i punëtorëve dhe kishte një status nga ata që po e shifi ato ditët që linçonin njerëz publikisht, që thoshte një fshatar me fytyrë të djegur si ata që mbledhin ullin, të më thojë mua që jam kështu, ndërkohë sillet si përfaqësues i fshatarëve dhe punëtorëve. Pra, të merri partive të vogla, këtyre partisë të vogla,
është që gjithë ta kanë një mentalitet linçues dhe nga që nuk kanë fuqi, tani u ka dalë kjo protesta, thonë kemi ushtrinë domun. Protestën e quajnë ushtri të tyre secili dhe duke pasur ushtrinë virtuale nga mbrapa, janë njerëz që mbjellin urrëtia në shoqëri dhe ata nuk kanë bërë kurrë hajër në politikën shqiptare. Kurrë. Përpara atyre unë ngres Ali Berishën nga varri e kthej në pushtet. Më mirë duroj atë se durosh njerëz janë pa emër, pa fytyrë, pa përmbajtje, pa asnjë vepër në jetë tyre, pa asnjë gjë, vetëm urrëtie, linçim, nuk Shqipëria ka falur më 92-shin, komunizmin. Sali Berisha ka fituar në pushtet me sloganin bashkëfajtor e bashkëvuajtës. Ndërkohë që kishte gjithë të drejtën Partia Demokratike thoshte jo, nuk jemi bashkëfajtor. Fajtorin ju, se shoqëria nuk mund të ndahet në grupe urrëtësisht. Ndryshe nuk funksionon. Nuk mund të marrësh në blok komunistët janë në këqij, fashistët ishin të mirë. Komunizmi kishte ngjyrat e veta dhe ishte e rrezikshme se shumë komunistë ishin mirë. Dhe ishte problem shumë i madh kur një komunist ishte mirë. Një komunist që ti dënohesh në burg, ai të vinte në shtëpi të vizitonte, të kontrollonte. Me mentalitetin e këtyre sot, jo nuk të vizitoj, por këta të shkatojnë në rrugë, këta që janë, por thjesht nuk kanë mundësi. Në lidhje me reformën administrative territoriale, ka patur dhe një përpjekje më herët, po jam kurioz çfarë bën kaq të vështirë që të ketë një përpjekje të suksesshme për decentralizimin e pushtetit lokal. Ka dy probleme. Parë është ndërimi i reformës në politik. Dyja partitë kryesore që duhet të jenë dakord kanë perspektivat e tyre elektorale demokratike në mënyrë jo bindse për çdo arsye tjetër. Partia Socialiste i do sa pak, edhe kjo për arsye të dëshpërimit politik se mund të fitojë të gjitha, po bën 30 ka vjen, siç ka qenë gjatë komunizmit. Kjo është arsyeja e parë. Propozimi i Partisë Socialiste është një miks e nevojës për të pasur më pak bashki në tërësi dhe luftrave të brendshme të Partisë Socialiste që duan disa të ruajnë bastionet e veta. Kështu që 3-4 njerëz të fuqishëm brenda Partisë Socialiste kanë prishur dhe rregullin e Partisë Socialiste për të patur sa pak bashki, i kanë lënë ja 46 se dikujt i duhej Roskoveci, dikujt i duhej të hiqte urëmaj grore, dikujt i duhej të ruante Peqinin. Edhe propozimi i Partisë Socialiste nuk ka një konsekuencë parimesh, domethënë që parimi jonë është të zvogëlojmë dhe pikë, nuk do të zvogëlojmë përveç këtyre 7 rasteve. Ose do të zvogëlojmë, ka më shumë përjashtime se sa rregulla brenda asaj që ka paraqitur Partia Socialiste. Partia Demokratike është sinqert, nuk ka asnjë parim. Ka thënë na duhen 100 vota, 100 bashkisë ka llogaritur, vetëm numrin 100 e ka gjetur kështu për parim. Ka vizatuar ca bashki, është komplet jo serioze nga dyja palët. E dyta gjë që është serioze pastaj është që nuk ka asnjë përpjekje për të decentralizuar pushtetin dhe për të kthyer bashkitë në institucione qeverise. Ne kemi bashkitë më të mira, kemi komitetet ekzekutive të komunizmit për 36 vjet. Ato kanë pas pushtet real, ato caktonin drejtorin e arsimit, shëndetësisë, drejtorin e minierës, drejtorin e shefit e degës brendshme, komisariatin e tanishëm, kishin pushtet të plot mbi pushtetin ekonomik të bashkitë sot s'ka asgjë. Po u prish sjellsi, kryetari i bashkisë nuk e ka në dorë, po u prish rruga nuk e ka në dorë, hipotekën nuk e ka në dorë, po iku energji elektrike se ka në dorë, e ka në dorë, të vit në festa, kur ka festat e qytetit, të vëra të shiritin dhe të shiritin e rrugë. është skandal, është totalisht, unë nuk e di se si do shkohet në Bashkimin Evropian me këtë gjendje kompetencash, por së paku, ajo që mendoj unë që duhet bërë, meqense këta kanë frikë, e kuptoj unë ka kanë frikën, dhe nuk është se s'kan dhe fare drejt, që ta çosh ja lavin që Bashkisë Këlcyrës atë ka mjekun të japësh të gjithë kompetencat që i ka dhe Bashkia e Tiranës. Por mund ta çojë nivelin e decentralizimit në nivel qarqesh. Domethënë që të paktën mos jetë pushteti qendror, nuk mos marr ministrin në kur s'ka drita. Të marrë atë kryetarin e qarkut, prefektin, ta kalojnë Shqipërinë të paktën ta zbresin kompetencat, po të gjitha kompetencat, jo tenderat i ketë ky lart, kurse këto riparimet i ketë ai poshtë në bashki. Pra të decentralizojnë të paktën në nivel qarku ose në nivel rrethi. Të kthejnë rrethet që të ketë një nivel kompetencash lokale, të dinë njerëzit ku të vend të ankohen. Njerëzit akoma ankohen kur s'ka drita dhe ujë në bashki, po bashkia s'merret më as me drita as me ujë. Ujë merret usjellsi, me dritat merret dikush tjetër, shkomani private. Domethënë mentaliteti i njerëzve akoma vazhdon
njerëzit ankohen se mendojnë që ata bashkive, pra kompetenca duhet zbritet minimumin në nivel qarku ose rrethit. Është urgjente, është absolute. Edhe çështja e taksave, e pushtetit financiar. Bashkitë nuk marrin asnjë taksë. Bashkitë marrin për biznes. Qofse unë çoj një biznes të madh ku unë të Belen, kryetari i bashkisë së Belenës më merr lekët për taksën e tabelës, se çka një taks tjetër, po jo tati fitimin e këto i merr qeveria qendrore, kështu që ti mund të bësh namin atje me biznes, po bashkia s'fiton asgjë. Bulqiza mund të bëj namin duke shitur krom, po shqytet i varfër, se s'ka. Fieri shet naftë, po nuk ka taks bashkia. Kanë hequr të taksën tatimin për biznesin e vogël, i cili ishte taksi e mbritej bashkia s'mjet më asgjë. Të gjitha bizneset nuk e kalojnë 20 milion lekë në vjetër dhe nuk paguajnë taks. Dhe me se duhet të bëj gjëra të natyrisht do kërkoj çdo gjë nga qeveria qendrore dhe kaq. A ka një person në politikën shqiptare sot që besoni se mund të bëhet kryeministër në një afat shkurtër ose? Nuk kemi në horizont ndonjëri ambicioz për të bërë kryeministër, po kryeministrat në Shqipëri janë bërë dhe për 24 orë, kështu që ti mos u çudit kur shikosh në një komshin lagje që të është bërë kryeministër, kupton se këtu është bërë kryeministër Pandeli Majko Ilir Meta me 28-30 vjeç dhe nuk kanë qenë të këqij. Pavarësisht paragjykimit që ke pasti në fillim. Kështu që puna të bërit e të hyrën në politikë është gjithmonë ndonjëherë është fat, shpeshherë janë rrethana të cilat prodhojnë kryeminista që ty s'ka ka shkuar mendja deri dje, për shembull në 9 mars as Bashkëfinës nuk e shkon në mendje që do ishte kryeminist. E gjetën duke lojt letra e thjellën hajtë se të kërkojnë Tiranë të bësh kryeminist. Nuk është ndonjë problem i madh për të, kështu, po nuk kemi në horizont njerëz ambicioz për të bërë kryeministër, të paktën nga Partia Socialiste e cila ka. Kurse nga Partia Demokratike është e qartë, kryeministri është Sali Berisha nëse do fitoj Partia Demokratike. Por këto janë këto janë si thua, janë shenja dëshpëruese hipotetike. Kryeministri i një vendi në vende të tilla si Shqipëria prodhohet për 24 orë, mund dalë shumë i mirë, mund dalë shumë i keq, por nuk ka të bëjë me aftësitë e tij se këtu përveç Fatos Nanos, Sali Berishës, Edi Ramës, edhe Ilir Meta që e kanë kërkuar atë që kanë, të tjerët e kanë marrë atë që s'kanë kërkuar, nuk është. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.